Natyrshëm që në këtë situatë, sidomos në rajonin e Ballkanit, kur po vlen Republika Srpska, kur ka flet arreste për Dodikun dhe kryetarin e parlamentit të etnitetit serb, të cilët janë edhe në Arati, Interpoli po e shqyrton vendosin e tyre në red notice, natyrshëm që NATO duhet të jetë vigjilente sepse Dodiku dhe me mbështetjen e Vučićit janë faktor bukur serioz destabilizues. Prandaj po besoj që edhe rrethona të reja gjeopolitike kur ka një diskutim, po e shkruaj kështu, diskutim të hapur mes SHK-s dhe vendeve evropiane për mënyrën e funksionimit NATO-s, për tarifat e pagesës, për brenda brutoproduktit brendshëm, atëherë po besoj që NATO me seriozitetin që karakterizon me profesionalizmin dhe ndërtimin e saj gradual, sistematik, që nga krijimi e te me qëllimin e vetëm të preventivës të hapjes të konflikteve, nuk do ta toleronte hapjen e një konflikti para syve të tyre, pavarësisht që është reaguesi i tretë. Prandaj mund të quhen edhe si veprime rutinë, kuadër të krijimit të një paqe, stabilitetit përgjithshëm, por që kërkot kanë lidhje me gjeopolitikën, sepse haptazi Federata Ruse përmes Serbisë ka shfaqur apetitet e saj për aneksimin e veriut të vendit të Kosovës dhe për shkputjen e Republikës Srpske nga Federata e Bosnjës. Pra, ka një bazë ky shqetësim i NATO-s, po quaj shqetësim, por që unë po besoj që ka në kontroll të plot dhe kjo shihet edhe nga nervozizmi i Vučićit, i cili pas marrëveshjes trilaterale Kosovë-Shqipëri-Kroaci me hapat shpejt e nënshkroi një memorandum me Hungarinë që si kundërpërgjigje ndaj kësaj sfide që ai e shes si sfidë, po që në realitet është një politikë stabilizuese e rajonit, një politikë në dobi të mbrojtjes së shteteve kombëtare, në dobi të mbrojtjes së sovraniteteve të secili shtet veçanërisht, natyrisht kundër hegemonisë serbe në kuptim të ndaljes së pretendimeve të pabaza të tyre për të aneksuar pjesë të shteteve tashmë të pranuara ndërkombëtarisht. Ndërkohë, zoti Hoxha, duke parë ato që ju përmendët me drejt dhe duke u ndalur një tek marrëveshja nënshkruar me Hungarinë edhe Slovakinë. Pak të nuk e di është finalizuar me Slovakinë apo jo, por me Hungarinë po. Pse ishte kjo lëvizje, një kërcënim ndaj Kroacisë dhe shqiptarëve në Ballkan apo jo? Shumë e thjeshtë. Serbia dhe Vučić kanë apetite hegemoniste, kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë. Dhe nuk e pranojnë asnjë situatë të balancit, sepse nuk janë shuar ende apetitet e tyre për ta marrë ndonjë pjesë të territorit apo për ta shkput nga vendet respektive. Prandaj çdo frym bashkëpunimi që e betonon sovranitetin kombëtar të vendeve të Ballkanit, ku e zvogëlon mundësinë që të ndryshë Serbia fatkeqësisht është si kërcënim dhe si kundërpeshë kësaj shikon që të balancoj këtë rol të tij dhe gjen partner natyrisht për ta arritur këtë. Por unë po besoj që këto janë vetëm orvatje të tij, sepse shtetet tjera nuk do të binë në prej kësaj mënyre hegemone të Serbisë, por natyrisht bashkëpunimi bilateral është i lejueshëm, madje është edhe i favorshëm për funksionimin normal të shteteve. Unë po besoj që sa shumë këtë marrëveshje Serbia me shtete që funksionojnë normalisht në bazave të demokracisë, aq më normale do të bëhet edhe Serbia. Pra, në parem nuk ka gjë të keqe edhe nëse Serbia arrit marrëveshje të bashkëpunimit bilateral me vende tjera, por në asnjë mënyrë në dëm të shteteve, sidomos shteteve të breshta të Ballkanit, të cilat shumë mirë që u bën bashkë me deklaratën e përbashkët për integrimin e mekanizmave të sigurisë, për trajnime, për përdorimin e resurseve të përbashkëta, me mundësi me lënien hapur të portës për të bashkangjitur ndoshta edhe Bullgaria në një të afërt, pse jo edhe Mali Zi dhe Maqedonia e Veriut. Zoti Hoxha, duke u ndalur tek ngjarja e regjistruar mbrëm në Kalçanik për ekzekutimin, vrasjen e një efektivit policisë. Po fatke